Irani ka sulmuar për herë të katërt Turqinë me një raketë balistike, e cila është rrëzuar në kohë me ndërhyrjen urgjente të NATO-s. Ministria e Mbrojtjes në Turqi njofton se sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s, të vendosura në mesdheun lindor, kanë rrëzuar një raketë të katërt balistike që hyri në hapësirën ajrore turke. Sipas njoftimit, raketa hyri në territorin ajror turk pas fluturimit mbi Irak dhe Siri, por u neutralizua me sukses pa shkaktuar viktima apo dëme materiale. Ky është incidenti i katërt i këtij lloji që nga fillimi i konfliktit që bëa Izrael kundër Iranit. 3 raketat e mëhershme u rrëzuan nga sistemet e NATO-s gjatë këtij muaji, që shtyu Ankaran të protestonte zyrtarisht te Teherani dhe të paralajmëronte Iranin për pasojat e mundshme. Teherani ka mohuar çdo përfshirje në këto incidente, duke deklaruar se nuk ka autorizuar asnjë lëshim raketash drejt Turqisë. Po merren të gjitha masat e nevojshme me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar ndaj territorit sovran të Turqisë, u shpreh Ministria Turke e Mbrojtjes në reagim. Turqia, si vend antar i NATO-s, ka shprehur shqetësimin se këto incidente mund të tërheqin aleancën më thellë në konfliktin në zhvillim. Për këtë rast të katërt, deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Irani. Mirëpo nga aleanca vjen reagimi i minutave të fundit. Zëvendësja e NATO-s bën me dije se sistemi i mbrojtjes ajrore i aleancës ka kapur me sukses raketën iraniane, duke parandaluar një kërcënim të mundshëm ndaj territorit turk. Të hënën, NATO përsëri kapi me sukses një raketë balistike iraniane që shkonte drejt Turqisë. NATO është e përgatitur për kërcënime të tilla dhe gjithmonë do të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur të gjithë aleatët, deklaroi ajo. Sipas kësaj deklarate, ndërhyrja vjen në kuadër të mekanizmave të mbrojtjes kolektive të aleancës, ndërsa theksohet se NATO mbetet në gatishmëri të plotë përballë kërcënimeve të sigurisë në rajon. Deklarata nuk jep detaje shtesë mbi vendin e interceptimit apo sistemet specifike të përdorura, por nënvizon angazhimin e vazhdueshëm të aleancës për mbrojtjen e vendeve anëtare.